Në kuadër të strukturës policisë ka elemente të cilat përfshihen në veprimtari në shkelje disiplinore apo edhe penale. Kemi një rast tjetër, zotëri Hoda është njëri prej hulumtimeve të cilat i kemi pas para disa javëve, e ku kemi tregu qysh ish shefi i antidrogës në Pej është autorizu prej djalit të Naser Kelmendit për me marrë një leje të armës. Është fakti pse po e ngres këtë çështje është sepse ne e dim se kush janë këta njerëz, pra edhe po du me ditë pra anës se ju i çka na tregon kjo kur dëgjojmë për një shef të antidrogës i cili prej një regioni merr autorizim prej një personi i cili është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po fatkeqësisht kjo tregon që në kuadër të strukturës policisë, përkundër rezultateve dhe performancës mirë që ka dhe besueshmërisë që gëzon Policia e Kosovës, ka elemente të cilat përfshihen në veprimtari në shkelje disiplinore apo edhe penale. Një numër jashtëzakonisht madh të këtyre rasteve kemi trajtuar edhe ne si inspektorat, ne i thamë edhe sot gjatë ceremonisë që kishim që mbi 2100 raste kemi trajtuar, i kemi referuar në prokuritë kompetente, që do të thotë që një numër të konsiderueshëm këtyre rasteve ne kemi hetuar. Kjo tregon për element të inkriminuar brenda Policisë së Kosovës, çka është funksioni jonë që t'i hetojmë, t'i pastrojmë radhët e policisë dhe ta forcojmë integritetin përmes veprimeve tona dhe përmes ushtrimit efikas të autorizimeve tona.